Nëse e pyetni një kompani çka është misioni, një kompani që shmujt me anis me filozofu, me disa aspekte, me bu të komplikuar me këtë pjesë, na misionin tonë e kena këgja të qartë, që thash edhe më herët. Qëllimi jonë është thjesht me thonë individin me marrë për shoqërisë edhe me suportu, por me integru në treg. Okay? Për atë arsye, i thona vetvetes, na jena realisht inxhinierat të punësimit. Se ditë për ditë çka bojna na është me lodh kryth, çka mujna me kriju shtesë për me mujt një antar në Meka Minds, me pas më shumë sukses për me integru në vendin e punës. Nëse na kena një super koncept, si kur Java trajnimi J coaching, çka mujna me kriju shtesë. Kur kena bo vetvetes çat pyetje, tani u dalë domethënë sistemi për praktik, internship Java. Okay? I kena vrejt që bazat janë të mirë në fillim, mirë po nëse një antar do në mu avancu tutje, do në me fitu në basë soj vetë besim. Tani na duhet me budi qka në qëtë aspekt. Ma vonë kena me kalu të product lines edhe kena me të regu qka ko shtesë në Java, mirë po deri këtu, do me thonë kjo është koncepti na do me thonë që e ndjekum ditë për ditë. Pa muna me bu për antar, si shërbim, por me mujt do me thonë me rrit përqindjen e suksesit, por mi punësu në treg. Edhe punësimi grupi në treg është ka që e komplikum, shumë e komplikum se që menon dikush, se nashta e juniorat ose komplet fillestart që thjesht shprehin interes për këtë treg, e kanë idenë nëse unë kom njohuri për programim, e nëse krijoj aftësi për programim, edhe e di me programu, me kriju programe, unë kom e gjithë vendin e punës. Edhe nuk është edhe aq e lehtë në atë aspekt, se ka dhe elemente tjerë, edhe problemi më i madh është në këtë rast, elemente që ju nuk e dini, Okay? Nëse e dini që ju mungon juve diçka si njohuri, ju gjithmonë mundi me mësu ato aspekte. Po nëse ju nuk e dini që ju nuk e dini dosane që ju mungojnë, tani është edhe më problem. Okay? Edhe për atë arsye, të më thënë si Meka Minds kemi dëshirë me konë një institucion që thjesht ju jap drejtim, që thjesht mundet me ndo me ekspertizën që ka për tregun e software engineering, që thuaj se na jena pjesë e saj, por mos më ju mungu juve diçka kur në momentin kur aplikoni në treg, edhe nështë të diskualifikoni prej aplikimit edhe as nuk e vreni për çfarë arsye, okay? Se thjesht ju mungojnë disa elemente që nuk i dini. Njëra prej tyre në grupi që thjesht domethënë është një element shumë e rëndësishëm, po antarët nuk e kanë domethënë si element me rëndësi në vëmendje, është projekt portfolio. Pranojmë edhe sot disa aplikime për punë edhe në Meka Minds, ku thjesht një antar tenton me një certifikat që ka kryer një kurs me apliku për punë. Edhe aja domethënë në botën e sotme shumë rrollë e bjen antarin të sukses. Se une si arbrimi, menaxherin e Meka Minds, mu nuk më intereson a keni kryu një trajnim për programim. Mu më intereson a jeni një gjendje me kryu aplikacione e nëse po, ku janë ato aplikacione, çka keni kryu në të kalumen. Nëse i keni ato aplikacione, a dini realisht si funksionon tregu në software engineering, a duhet unë si menaxher me investu ore, që thjesht i bjen pare, por mi u zhvillu juve me bazat e bazës, çka është software engineering, si bashkëpunojnë ekipet edhe aspekte shtesë. Kja do me thonë mu si menaxher ose si ndërmars intereson. So ka unë kushtu mu qatë junior me integru në punë, so ma shumë që din që e junior, so ma mirë. Edhe për atë arsye nëse dikush aplikon edhe thjesht e vendosi certifikat edhe aplikon do me thonë me një Word dokument, se as me bu PDF nuk a di, që atëre do me thonë ju diskvalifikoni super fast edhe nashtë nuk e dini as për çfarë arsye. Se kaq shumë është do me thonë e distanca prej tregut për cilën ju përdoni me apliku, edhe ku jeni për momentin me njohuri me kuptu qatë treg. Edhe me di çka është ndodhur. Edhe në këto elemente, Meka Minds si koncept ju mbështet se thjesht krejt këto probleme, po them prap, se inxhinierat të punësimit na i kena parasysh. Si me kriju projekt portfolio, qysh me pos projekte që thjesht nuk janë një kalkulator ose një Hello World aplikacion, po qysh me kriju business aplikacione që ju mundi me bind një pëndonc në treg. Unë jam një Java developer që thjesht di me kriju projekte edhe programe. Okay? Me këtë gjuhë. Qysh me rrit dukshmërinë, qysh me aqel vetvetes dyrt në mundësitë që ekzistojnë sot. Për shembull, me kriju një LinkedIn profile ose një GitHub profile. Nëse këto fjalë për juve janë për shembull komplet diçka treja, që kja është pse ju jeni orë në Meka Minds. Okay, që kja është arsyeja pse na duhet me bashkëpunu. Edhe aspekti i fundit, po them që është gjithmonë sfiduese, një junior pa eksperiencë punës, po don me apliku në treg, po në treg po kërkohet eksperiencë pune. E te këto aspekte domethënë, na kena kriju zgjidhje si me J coaching si trajnim, po edhe si për shembull internshipi që thjesht ja u jap çet eksperiencë pune, që na duhet domethënë me kriju së bashku si një bazë. Okay? Kështë postë të shqipë me mojtë pak ma interaktiv.
këtë aspekt. Deri këtu, grupi, për marrë tash Renesës pak një element që ka me shpjegu për sëri. Vetëm nëse unë e bëj një pyetje, ju keni thjesht mundësi me bu përgjigje, edhe unë e shpjegoj juve këtë stil në komunikimit ton. Kur e bëjnë një pyetje grupi, ju thjesht në chat mundi me dhoni nish, një 0 ose një 9, nish i bjen po, gjithçka e kjo, gjithçka në rregull, një 0 i bjen s'po komplesan, ku ju mort këto, edhe një 9 është deri dikon, ndoshta ka pyetje shtesë që mund të thjesht me sqaru këtë së bashku në këtë Sounds Live. Alright. Deri këtu peshohet disa nisha që i bjen Renesa dhe Arbrimi, janë të shpjegu mirë. Edhe një herë, misioni jon, grupi, nuk është me mësu programimin. Me mësu programimin mund me bëni hobby. Misioni jon është me integruar në tregun e punës. Tjetër marrëveshje, tjetër qëllim. Tani, edhe një herë për juve, njohuria, aftësia dhe eksperjenca e punës, ato janë elemente që ju thjesht i dini. Ju e dini që ka nevojë një person me pas këto aspekte, por me pas mas pari muhabetin, por mu integruar në tregun e punës. Mirë po, janë dy elemente që shpesh herë nuk i dhojnë rëndësi antarë që duhet, ajo është projekt portfolio edhe dukshmëria. Por këto elemente grupi, kena bisedu edhe pak ma vonë, kena me mojtë seanca bonuse, se bashku me mu, seancat e trajnimit keni me mojtë me Renesën, po seancat bonuse, ku kena me folë për tema jashtë programimit, mirë po shumë e rëndësi për karierën e një programirit, ato do me thonë kena me bisedu për tema e projekt portfolios, dukshmëria, si menaxhohen ekipet në treg, si funksionojnë software projektet në treg, si me apliku sa ma efikaz në treg, pa me u buhur në vetveten, edhe me buhur me kamanit që ka qu certifikaten, këto aspekte do me thonë kena me bisedu së bashku.